Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Duga Gjini. Bashkë po takohemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. Sot kemi ardhur në Lupqin e Poshtëm, i cili është fshat në komunën e Podujevës. E për të njohur më shumë për këtë vend, do na tregoj vetë banori i këtij vendi. Përshëndetje, shumë faleminderit që na pritët fillimisht. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në lagjen Pirevë të fshatit Lupqi i Poshtëm. A kisha mujtë fillimisht një prezantim të shkurt ju jenë me marë? Unë personalisht jam banor i kësaj lagje, me profesion jam jurist, punoj në Kuvendin e Republikës së Kosovës në administratën e Kuvendit. Për ndryshe jam edhe shkrimtar, autori 12 libra autobotura deri më tani, prej tyre 6 romaneve, një kontribut pak a shumë modest nëpërmes letërsisë edhe për letërsinë shqiptare. Ju jeni banor këtij vendi, i lindur këtu gjithashtu? Unë kam lindur, jetoj këtu dhe i ndaj momentet e bukura me këtë natyrë, këtë vend bukur që pak a shumë i lidh disa qytete. Ky vend e lidh Prishtinën, Podujevën, krijon mundësi të lidhjes me Vushtrrin dhe Mitrovicën. Është në një farë, si ta quash, në një trekëndsh ku lidhen disa komuna dhe në një farë mënyrë unë si fëmijë e kom pasur një fat mirë që të jemi pranishëm qysh në veçli në këto mjedise, në këto qytetet bukura dhe ta kemi një informacion ka herë si fëmijë dhe ka qenë një privilegje madhe. A na një pak a shumë me këtë vend, na tregoni një histori të shkurt për fshatin? Unë po përpiqem ta përmbledh një histori të shkurtër. Emri Pirevë daton dikun sipas dokumentave osmane në vitin 1405. Ne këtu deri tash jemi bërë një 50 shtëpi, një pjesë e madhe janë shpërngulur si gjithë shqiptarët në Prishtinë dhe në vendet evropiane. Lagja ka një strukturë të njerëzve të ngritur profesionalisht, mund të them se nuk ka shtëpi që nuk ka 2-3 të diplomuar. Këtij vendi ka dhënë edhe disa emra që vlen të përmendet. Adel Pireva, që ka qenë një organizator i demonstratave të vitit 1968, një herët publicist. Ilaz Pireva ka qenë deputet 2 herë në 2 mandate i Kuvendit Kosovës, një herë dhe kryetar i komunës së Podujevës. Sulejman Pireva, përndryshe agja im, ka qenë drejtori i bibliotekës i Zi Sulejmani. Unë jam tash në radhën e pas këtyne brezave, i cili me kontributin tim profesional dhe sidomos në fushën e letërsisë po punojmë pak a shumë këtë vend. Njerëzit këtë lagje kryesisht kanë kaluar, nuk merren ose pak merren me bujqësi, janë të angazhuar në profesione të administratë, në sektorin privat, janë drejtues të firmave dhe kanë një ngritje intelektuale dhe përgatitje të lartë superiore. Kjo është pak a shumë lagja në pikat shkurta. Si e kujton ndër vite këtë vend? Sa ka ndryshuar ndër vite? Ndoshta prej fëmijërisë tash? Nga ky vend, po t'i kthehemi, është një fëmijëri që me të sotmen asgjë s'ka të përbashkët. Për brezat ose fëmijët që vinë mund të jetë një ëndër, mos them tash na merret si një prallë rrëfim për brezat ose për fëmijët tanë. Ndryshimet jashtëzakonisht janë të mëdha, janë të paparashikueshme për trurin e njeriu dhe brezat tonë dikur. Megjithatë, vendi ynë është i bukur. Unë mendoj se jo vetëm këtu që jeni në mesin tonë këtë lagje, vendi jonë Republika Kosovës ka nevojë ta shtrijë dorën në shumë investime si për turizëm, për atrakcion që të rinjt të kenë pika kontakti, afërsie, njohje, të mos jetë përqendrimi vetëm në qytete, po dhe në pjesë më periferike. Me qenë të është shumë afër me qytetet, a është heq prej vendeve të frekuentuar prej qytetarëve, qoftë për villa ose vikendica, ose mund të themi se është një pikë turistike apo jo? Është një pikë që vizitohet, po më shumë vizitohet prej miqve se sa prej njerëzve të interesuar.
ndoshta kjo është një emet në atë kuptimin tonë që jemi të vonë me traditat e turizmit, si që janë vendet tjera, dhe në këtë drejtim po të kishte paka shumë menaxhim të mirë të resurseve si që është turizmi dhe që përfitohet shumë, kjo do të ishte edhe shëndetshme për njerëzit, qytetarët, po edhe për ata që kanë mundësi të investojnë, sepse jemi jo më larg se 13 kilometra nga ky vend ku po flasim me kryeqytetin. A ka ndonjë met për këtë vend që thuhet ose për çka karakterizohet mas shumë ti Kosovës? Ky ka mite, unë e kam shkruar edhe një roman, këto ngjarje kanë ndodhur pikërisht, kanë qenë të shpeshta në oborrin e shtëpisë time, ku fëmijët që vononin në ecje praktikohej prej gjysheve tona një farë prerje frikës rreth bonarit, a pusit, a si t'i theme. Me qenë që ai bonar është në oborrin e shtëpisë time dhe i ka 150 vjet është i vjetër, unë jam rritë me ato tradita dhe nga kondi im si fëmijë më kanë lënë përshtypje jashtëzakonisht se ç'bënin ato plaka ato ditë gjatë prerjes së frikës së fëmijëve që kishin kaluar 1 ose 2 vjet. Dhe kjo u kthy në një roman që unë e kam titulluar Prerja frikës. Është një roman që flet për familjen tonë shqiptare në përgjithësi, atë evoluimin e saj në periudha historike, transformimin, mentalitetet, kundërthonjet, konfliktet e mbrëmshme sociale, deri te pas lufta kur jemi çliruar dhe e kam mbyll me një epilog bukur, interesant, ndoshta pak edhe emocional, sepse vetë vjen nga ky vend. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse është titulluar dhe romani ashtu, prej miteve të këtij vendi. Kjo është se ky mit ka qenë shumë i theksuar. Unë në një farë mënyre e kam kundërshtuar si fëmijë se ishte pak emocionale. Ti pash gjithë ato gra, nuse, plaka, ta mbanin një fëmijë në vaj rreth një bunari, ka qenë interesant. A praktikohet sot kjo met apo jo? Nuk praktikohet. Unë këtë met e kam kthy në një parabol, si një ecje e vonuar e popullit tonë, e shoqërisë tonë. Kjo është ai dimensioni psikologjik i këtij romani, sepse Prerja frikës ka ekzistuar edhe në lokacione tjera, po me qenë se e kam një vërejtje, sidomos edhe një përkujtim për brezat e ri, se është mirë që ta përcjellin, ta regjistrojnë, ta vënë re kalumen tonë, trashëgimin kulturore, ato mite të cilat i hasni në gjitha pjesë të Kosovës, për ndryshe sepse këto një ditë mund të harrohen, ne jemi një komb i formuar, i civilizuar, që kem të kaluam dhe e meritojmë ta ndriçojmë kalumin tonë. Unë falenderoj shumë për neve, shumë kënaqësi të jemi sot këtu dhe shumë faleminderit që na pritët. Faleminderit, për neve është një surprizë, sepse sa diune jeni televizioni parë që nuk hezitoni të dilni edhe jashtë qytetit dhe të shihni edhe ato dromsat më të vogla se si jetohet në periferit e qytetit, në zonat më rurale, nëse ta them kështu, dhe ju përgëzoj për punën që bëni. Faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër. Ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend krejt tjetër. Deri atëherë, tung tung.